nga alfa tek omega. Ky raport paraqet Shqipërinë një shtet të kapur nga krimi organizuar dhe lidhjet e tij me nivelet më të larta të qeverisë, të kapur nga oligarkët që diktojnë çdo gjë, të kapur nga kartelet e drogës dhe droga. Raporti paraqet rënimin e procesit zgjedhor në Shqipëri. U referohet për këte raporteve më prestigjioze ndërkombëtare të OSBE-ODIHR-it dhe Institutit Videm. Ndalet në shndrimin e procesit zgjedhor në një farsë të vërtet zgjedhore nga përdorimi të gjitha resurseve shtetërore dhe administrative nga partia shtet. Pjesëmarrja aktive e krimit të organizuar dhe karteleve të drogës, rrjetet terroriste politike të patronazhistëve. Raporti ndalet gjerësisht jo vetëm në zhdukjen e linjës midis institucioneve shtetërore dhe partisë në pushtet, por dhe zhdukjen e linjës dhe krimin e fushës krejtësisht të pabarabartë të gjitha vëllëtaritë e tregut, prokurimet publike, koncesionet, pra një shtet i kapur nga të gjitha anët. Raporti denoncon damin e tmerrshëm të narko-eurove në qeverinë shqiptare, pra de facto narkoshtetin shqiptar, dhe paraqet atë si një rrezik madhor sigurie për Europën. Një vend të veçantë zën bllokimi i luftës kundër korrupsionit nga Edi Rama në rastin e Belinda Ballukut, e cila citohet me emër si famzez për veprat e saj, dhe po kështu drejtoresha e Akshit dhe Linda e Akshit, që të gjitha pasqyrohen si qëndrime antiligjore, antikushtetuese të Edi Ramës.